Kur, profesor, ku kemi nejtë bashkë, kemi thonë që 72 orë para vdekjes, që edhe shumë feje thonë që njeriu flet me të afërmit ose me të vdekurit, që kam vdek më herët. A është e vërtet kjo, apo truni kthehet në pikën zero dhe i kujton kujtimet nga e kaluara? Literatura studius të mirë se fushë thonë kështë. Ajo është një rekapitulim, është një reverzibilitet, është një sjellje që i rikujtohen të gjitha të ngjarjet pa përfundume, punët e pa përfundume. Puna që e përfundu plotësisht, aja punë ka fjet, aja ka mbaruar, ka vdek nëna, kryja e punë. Punë që kanë me të pakryme. Thuhet se literaturë thuhet se dikur 70 orë përpara, fillojnë të riprodhohen fotografie, pamje, krejt jeta e njerit është një lloj filmi intim i brendshëm të njerëzve që ndodh, po unë për të prapë them nuk jam kompetent. Këtë pyetjen që e bët edhe kjo është mund të futet në pyetje të mëdha, a e prodhon truri vedijen, kjo është mos them kështu që do e shpjegoj, ne e kemi trurin. Kur them ne e kemi trurin, trurin nuk na ka neve. Dhe sot edhe kjo në fizikën kuantike është e shpjeguar nga shkalla vedijes që ne i japim trurit kumam, nuk na jep trurin neve. Do me tha, unë sot, kur jam nisi, ku më tha, a i hetemi që mund quhet vedije, mund quhet zoti mrena, shpirti, emërtimi nuk është në këtë shumë më rëndësi, por në nivelin njerëzor quhet vedije. Dhe kjo vedije që është prodhim i trurin tim, i trupit tim, nuk është truri prodhimi vedijes. Prandaj, për këtë arsye thomi a je i vedishëm. Nuk bëhet pyetja a ke tru. Shqiptarët e kanë thjeshtu, thotë ose pas ka tru. Po në vërtet, truri nuk na posedon neve. Mendimet që i kemi, japin, ose vedia, se prapë pyetja është, nga vinë këto mendime? A vinë nga truri? Kërkush si ka gjetë, edhe këtu shkencë, hirurgët më të mëdhenj në botë, kur kanë provu me gjetë këtë qendrën e vedijes, unë e kum pas fatin edhe në libër, kush e ka lexu librin tim, ka dhënë mendim një ndër, ose më i madhi, neurokirurg botëror, se sipas tij është bërë operacion truri, sipas formulës së Dollencit, akademik, edhe ai ka bërë operacione në përkrejt qendrat të mëdha, dhe 25 vjet ka qenë edhe kryetar i neurokirurgëve botëror. Profesor, edhe në librin tim e jep një mendim. Unë kum pas fatin shumë herë kum nejt me ta, edhe një ditë, prezencën e gruas tina, bjen tema a truri vedia, apo vedia krijon trurin e tjera, edhe thot kë. Edhe nuk e ka ndrua ato, pavarësisht një burr aq i madh, me nivel shkencor, unë i thom profesor, a i thot, çdo kun ku bëj operacion trurin, New York, në Syri, në përkrejt botën, thot unë e bëj kolegëve pyetje, hajde të provoj me gjetë qendrën e vedijes në tru. Edhe unë i thom, po e lypnin vend gabushëm, nuk mund ta gjeni se nuk është në tru. Edhe këtë fjali nuk e ka ndru, kur ka lexu librin, edhe tani pa hije në detalje që ka shkruar për mu, thot për herë të parë që takoj një njeri edhe më shpjegon një nivel tjetër që truri nuk është produkt, ato pyetjen që e bëhet shumë të mëshëm, nuk është produkt i vedijes, e kundërta është anasjetër, prandaj nuk e kanë gjetë këta. Provo ato, provo këto. A mund të jetë shpirti, profesor? Emri thash, mund të jetë shpirti, që ata thojmë ne na duhet shpirti. Edhe softveri, hardware në kompjuter dhe software. Ti mund të aprish kompjuterin, ato kutijen, por nuk do të thotë nëse se ke lëndue softveri ai prap ndron, prap funksionon. Do me thonë, vedia, ose në librin që kum shkruar, ne kum provue me shpjegue që sot shkencëtarët kanë ardhur të gjithë në një përfundim, shkencëtarë të mëdhej, që pa shpjegue fushën kuantike, nuk shpjegohet asgjë shkencërisht. Atëherë mund të jetë filozofi,
mund të jetë religion, edhe mund të provoj njerëz, mendimet, ky tha kështu. Por, shkencëtarët, ato që Einsteini sa rriti tër jetën 30 vjet për me gjetë formulën e Zotit, ose formulën në nivel njerëzor të vetdijes, ose një formulë që spjegon çdo gjë, që është burimi çdo gjëje, atëherë në nivelin njerëzor mund quhet Zot, mund quhet shpirt edhe vetdije. Por a pajtuesh profesor që njeriu ka vetdije edhe në fazat fillestare të vdekjes? Njeri është, shqyqo, pa dije ose vetdije nuk i shumë me qenë këtu. Do me dha, kur fillon qenja njerëzore në barkun e nanës, ato dy molekula janë të vetdijshme dhe në farën e atyre dyja janë edhe flokët, edhe zëri, edhe truri, edhe krejt. Do me dha, vetdija në këtë nivel subatomik është krijimi jonë. Do me thonë, për me spjegu ma thjesht, merre qëfar do farën e mollës, farën e bananës, e qëtë në një teren ku janë kushtet, dhe në ato janë rajet, është trungu, janë gjethet, janë aroma, janë kolori që ka kolor, dhe pyetja është kush pi mundson këtu. Prap quhet nivel i vetdijes, edhe toka, edhe çdo gjë në univers mund të shpjegohet si vetdije. Vetë dije, që ka do thëtë vetë e krijuar. Nuk e ka marrë dora njeri. Kurse këto koncepte që po flasëm, a ka vdekje, a ka parajs, këto janë të prodhuar nga mendja njerëzore. A është ashtu? Sonte po provojmë me sqaru.